Se do të bëjmë më të mirën në këto negociata. Nuk ka përdorur domethënë një themi fjalor të rënd kundër Rusisë, në këtë kuptim e tha ai, domethënë. Unë e thash tekstualisht domethënë Putini. Dhe në Gjermani, sidomos parlamentarët e Bundestagut gjerman kanë diskutuar dhe kanë përmendur emrin Mayerit të presidentit aktual gjerman, që në tandem së bashku me Schröderin mund të jenë një grup negociues mjaft efikas. Edhe Walter Steinmeieri njihet me Putinin, ka vizituar disa herë Moskën, është zotrues domethënë i lirshëm i gjermanishtes, dhe kjo mund të ndikojë, marrëdhëniet personale ndikojnë në zgjidhjen e problemeve të mundshme. Dhe ndoshta ata dhe mund ta mbidhin domethënë Putinin për një lëshim apo për të qenë më le të themi elastik në bisedime me Bashkimin Evropian. Fundit janë si Bashkimi Evropian, por ata nuk do të zhduken, do ekzistojnë de facto komshi me njëri tjetrin dhe do të duhen të bëjnë marrëveshje me njëri tjetrin, duan apo s'duan. Gjithmonë ka pasur luftra mes perëndimit edhe në të kaluarën, edhe do të për fatin e keq edhe tani, por fakti është që duhet një mënyrë për të koekzistuar dhe për të ndërtuar një sistem të mundshëm sigurie të bashkëshëm. E qartë. Dhe sa ka ndikuar rikthimi i Donald Trump në skenën amerikane, pra në krye të Shteteve të Bashkuara, në ndryshimin e tonit ndoshta të Kremlinit? Po nuk mund të them që Kremlini është pikëlluar me ardhen në pushtet të Donald Trump. Trumpi si Putini mendoj që nuk i ëndërronte që do t'i bënin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, domethënë në mënyrë figurative i ka bërë me fojnë vete, por sigurisht që gjithsesi Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten një rival, një armik i Rusisë. Pra ka mënyra për rivalizuar me njëra tjetrën, mund të jenë diku kundërshtar, si në format të sigurisht në ekonomi, por tri, në zbuli, në tjerë, cia ngelet cia, që jepen Ukrainës sigurisht që jepen nëpërmjet Sputnikëve në amerikanëve, sistemi Starlink që vepron Ukrainës gjatë gjithë frontit është armatimet gjithsesi janë një pjesë e konsiderueshme akoma amerikane, pavarësisht se blihen tash më shumica. Megjithatë ka pasur një akses të fundit për disa qindra milion dollar ndihmë amerikane për Ukrainën në gjatë këtij viti, paçka se